Cila është zbuluar dot, ke patur dot mundësi të marrësh detaje flutura, cila ishte lidhja e 51 vjeçarit, pra e viktimës, me autorin? Çfarë i ka lidhur këta të dy edhe në diferencë moshe, duhet thënë? Ishin miq të vjetër, ishin miq të ri, kishin punuar dikur bashkë, pra cila ishte lidhja mes tyre? Pikërisht këto pikpyetje që edhe ti i ke, Flori, janë pikpyetjet e grupit hetimor. Pasi ka të dhëna, por ende nuk janë konfirmuar nga grupi hetimor, se autori dhe viktima njiheshin prej kohësh, ishin takuar disa herë në shtëpinë e hallës së viktimës, aty ku konsumonin alkool dhe lëndë narkotike, gjë që e ka thënë edhe vetë autori në dëshminë e tij të parë, kur tha se unë shkova të pija një birrë me viktimën, por se ne u konfliktuam dhe ai tentoi të më përdhunonte të më vetë mbrojta. Jo vetëm 24 vjeçari ka shkuar në shtëpinë ku ndodhi ngjarja, por edhe disa persona të tjerë, mes të cilëve 2 të tjerë që janë shoqëruar natën e ngjarjes dhe janë pyetur nga policia, ndërkohë që janë shoqëruar edhe disa banorë të pallatit, të cilët kanë dhënë detaje se si në këtë shtëpi hynin dhe dilnin shpeshherë persona, mes të cilëve dhe autori dhe viktima. Pra, kjo do të thotë se ka pasur një njohje të mëparshme mes të dyve, por nuk përjashtohet edhe ndonjë lidhje intime që ata mund të kenë pasur me njëri tjetrin.